Arroganca e prokurorit të Elbasanit Gjergjit Ceka dhe mbështetja që ai gjen nga gjyqtarja Megi Strakosha, duke u bërë palë kundër avokatit Ulian Bajrami, kanë shtuar një rast tjetër në listën e sjelljeve anormale, të paetikshme dhe të palikshme të prokurorëve e gjyqtarëve në sistemin shqiptar të drejtësisë. Sipas denoncimeve të shumta nga qytetarët dhe avokatët, prokurori Gjergjit Ceka, gjatë më shumë se një viti në Elbasan, është përfshirë në shumë episode sjelljesh arrogante, agresiviteti dhe mungese ekuilibri gjatë seancave gjyqësore. Ka pasur raste abuzimesh me dosjet penale dhe sjellje fyese ndaj palëve dhe avokatëve në sallën e gjyqit, por këto nuk janë shfaqjet e para të sjelljes së tij problematike. Prokurori Gjergjit Ceka ka manifestuar të njëjtin qëndrim edhe më parë gjatë ushtrimit të detyrës në Korçë dhe Pogradec. Për këtë arsye, ndaj tij janë bërë denoncime të shumta në drejtim të Prokurorisë së Përgjithshme, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Ceka është emëruar për herë të parë prokuror më 11 shkurt 2020 në Prokurorinë e Korçës, ku raportuan sjellje të pahishme ndaj avokatëve dhe të pandehurve. Si pasojë, vetëm pas 5 muajsh, KLP vendosi ta transferonte si prokuror të komanduar në Pogradec. Edhe në Pogradec, brenda një viti, për prokurorin Ceka u depozituan shumë ankesa për sjellje arrogante dhe abuzive. Më 30 qershor 2021, me ndërhyrje nga segmentet të pushtetit, ai u rikthye sërish në Prokurorinë e Korçës, ku qëndroi deri më 29 korrik 2024, duke grumbulluar edhe aty një sër ankesash për sjellje të pahishme dhe mungesë përgjegjësie profesionale.